Poli i Dijes është kampusi i ri universitar që i shtohet institucioneve arsimore të Korçës, një hapësirë prej 8500 m2 e konceptuar mes dijes dhe praktikës. Gjatë vizitës së tij në Korçë, kryeministri Rama u ndal në kantierin ku po punohet për ndërtimin e godinës së re, e cila do të ketë një infrastrukturë moderne me hapësira të bollshme për auditor, laborator, bibliotekë, zyra dhe salla mbledhjesh, duke mirëpritur kështu shumë student, jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga rajoni. Këtu është godina që me një klasje komplet tjetër. Shumë punë mirë. Këtu i ka punuar betonet shumë pastër. Shumë punë mirë, shumë. Vetëm këto tani, këto pastrojnë dhe mos i vini shumë të cepat bëjtë. Kemë filluar. Se aty dallon bëja me Ballkanin, të cepi. Se sipërfaqet janë pak a shumë njësoj, por cepat. Gjithashtu, kryeministri Rama vizitoi spitalin rajonal aktual, ku i shoqëruar nga ministre e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Albana Koçio, u njoh me projektin e ri të ekspozuar në mjediset e jashtme të spitalit, si dhe u takua me stafin e mjekëve dhe infermierëve që shërbejnë aty.